Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim për hënën e plot që është sot te shenja e binjakëve. Hëna e plot në shenjën e binjakëve. Atëherë, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit dhjetor, sepse janë postuar për gjitha shenjat e horoskopit dhe aty përfshihet i gjithë muaji dhjetor. Por dhe videot e vitit 2026 që janë postuar për gjitha shenjat e horoskopit dhe shenjat me fat të vitit 2026. Atëherë fillojmë pa humbur kohë në lidhje me hënën e plot që është në shenjën e binjakëve. Është një hënë e plot që do sjelli, është më tepër ndikon te këto shenjat e ndryshueshme që janë shenja e binjakëve, shenja e virgjëreshës, shenja e shigjetarit, shenja e peshqve të lindurit në 10-ditëshin e dytë. Më falni. Atëherë është një hënë e plot e dhjetorit dhe është hëna e fundit e plot e këtij viti dhe sjell në plan të parë komunikimin, udhëtime, të afërmit tanë të ngushtë, fëmijët, kolegët, ka lidhje me arsimimin, ka lidhje me të mësuarit, por edhe me rinin, sepse lidhet me shenjën e binjakëve. Atëherë, është një hënë që kërkon distancim dhe qetësi. Gjatë kësaj hëna e plot jo e re, kërkon distancim dhe qetësi. Kjo hënë e plot që është tani në dhjetor, nafton të shohim gjërat që ndodhin rreth nesh, në mendjen tonë, por duke qenë të shkëputur dhe të ftohtë, pa ngacmuar ato emocionet tona. Gjithsesi, lidhja e hënës së plot quhet, kjo hënë e plot quhet edhe në një farë mënyre, quhet edhe, sepse është në katror dhe quhet një hënë karmike, ka lidhje me karmën. Dhe ju vendos ose na vendos të gjithëve në një proces realizimesh, rishikimesh të situatave të ndryshme që mund të kemi në jetën tonë. Është një hënë e plot që ju fton që ju të ndryshoni zakonet e përditshme të jetës tuaj, të keni një vizion ndryshe për të ardhmen, por gjithsesi është një hënë e plot që do hedhë dritë mbi gjithçka që ka ndodhur në të kaluarën, si në anën tuaj personale, por edhe në një nivel profesional. Dhe këtu do zbulohen edhe gjëra që kanë të bëjnë me marrëveshje dhe me sekrete të ndryshme që mund të ketë pasur. Është një hënë e plot, thamë është karmike gjatë kësaj periudhe dhe është mbyllja e një rrethi karmik, por është edhe një hënë e plot që do bëj që të jemi më të qetë, të jemi të shkëputur dhe të reagojmë me logjik ndaj situatave të ndryshme që mund të kemi. Emocionet dhe impulset mund na çojnë edhe në përfundime të gabuara dhe lëvizjet e gabuara mund të jenë të dëmshme gjatë kësaj hëne të plot. Gjithsesi, është një hënë e plot që duhet të përqendrohemi te komunikimi, sepse edhe shenja e binjakëve ka lidhje, ka planet Mërkurin dhe Mërkuri është planeti i komunikimit. Gjithsesi, është një periudhë që është mirë, kjo hënë e plot ju fton që të kaloni kohë me miqtë tuaj, me persona që janë të rëndësishëm në jetën tuaj, dhe shenja e binjakëve, më falni, që pret këtë hënë të plot, spontane, të shqetësuar pak dhe me humor të keq, gjithsesi do t'ju bëj tërësisht që ju të shpreheni me shprehje më komunikuese. Pra, është një hënë e plot që mund të ndjejmë, të nxjerrim atë që na rëndon brenda vetes, të bëhemi dhe kjo duhet të bëhet, vërtet dëshironi ta nxjerrni atë që keni brenda vetes, por mirë është ta nxjerrni me mirësi dhe jo me agresivitet. Kështu që qëllimi i kësaj hëne të plot nuk është vetëm që të provojmë se kemi të drejtë ose jo. Dhe kjo është e saktë nëse ju e ndjeni këtë gjë, por kjo të kaloj përmes vetëdijes, ndjeshmërisë ndaj të tjerëve dhe çlirimit
të vetes tonë dhe paqes emocionale të vetes tonë. Të thuash të vërtetën nuk do të nënkuptoj fundin e një marrëdhënie, dhe këtu flasim marrëdhënie miqësore, marrëdhënie familjare, bashkëpunime të ndryshme, por është një periudhë që duke i thënë këto gjëra do ndjej një lehtësim më të madh. Kështu që kjo hënë e plot do na mësoj shumë informacione rreth njerëzve që na interesojnë. Mund t'i merrni këto informacione edhe në mënyrën ose në formën e thashethemeve dhe mund të zbulojmë vërtet shumë fakte që nuk i dinim në të kaluarën. Kjo hënë e plot ka atë kësundimtar, ka këtë Mërkurin, ose është e Mërkuri, por është edhe në Akrepin depërtues. Do me thënë që hëna e plot është në kundërshtim me Venusin në Shigjetar, që mund të ndjejmë se asgjë nuk na kënaq, ndërsa nuk do të mungojnë ato shpërthimet, xhelozia, konkurenca, grindjet, dhe mund të na distancojnë nga persona të ndryshëm që mund të keni në jetën tuaj. Kështu që preken më shumë, dhe kush preket më shumë, tham që janë binjakët, Virgjresha, Shigjetari, Peshit, të lindurit në 10-ditëshin e 2 të shenjave. Gjithsesi, ju mund të shikoni dhe ascendenten tuaj, mund të shikoni ku e keni hënën, sepse ajo aty do ta gjeni veten tamam, për të parë se si do ndikoj kjo hënë e plot te ju. Dhe unë kam marrë tarotin për të parë se si do ndikoj te të gjithë ju. Atëherë, janë në të kundërt letrat. Këtu kemi energji të shenjës së Luanit, energji të shenjës së Shigjetarit dhe energji të shenjave të Zjarit, po konkretisht e Luanit. Gjithsesi, kjo energji doli, unë shoh që ju do të jepni fund situatave të ndryshme që mund të keni pasur në jetën tuaj dhe ju do gjeni forcën për të ecur përpara. Shoh që disa prej jush rilindin nga hiri i tyre. Dhe këtu flasim si në lidhje me dashurinë, në qoftë se ju keni kaluar sfida, vështirësi të ndryshme në lidhje me dashurinë, atëherë është momenti që të mbyllni këto situata për të bërë fillime të reja. Dhe ju shoh që do t'i lini problemet mbrapa, se jemi te nënda e shpatave, më falni e shkopinjve, dhe ju do t'i lini mbrapa gjitha situatat që keni pasur, të vështira që keni kaluar. Dhe këto situatat vështira mund të kenë lidhje në njohjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja, ose te vendi punës, në grupe njerëzish, në karrierën tuaj, por dhe në situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe unë shoh që ju do ta gjeni forcën për të ecur përpara. Ju shoh që do keni shumë pasion, por do keni dhe një energji të jashtëzakonshme në lidhje me këto, dhe do t'regoni shumë të kujdesshëm si në lidhje me komunikimin, në lidhje me zhvillime që mund të keni në njohjet lidhje tuaja, por dhe në grupe të ndryshme njerëzish. Dhe shohim se çfarë na sjell energjia e shenjës Luanit, na solli përsëri energji Zjari. Ju të shenjave Zjari uji këtu. Ju shoh që ju mbyllni diçka dhe kjo gjë do t'ju bëj, i jepni fund diçkaje dhe kjo gjë do t'ju bëj që ju të rilindni nga hiri, të bëni një fillim të ri me shumë pasion. Një pjesë prej jush ju shoh që jeni duke flirtuar gjatë kësaj periudhe. Por shoh që ju do t'i filloni këto fillime të reja me një ndjeshmëri, me humor, me sinqeritet, shoh këtu, ose ju do jeni shumë, ndoshta do jeni dhe të qartë në fjalët që ju do nxirrni gjatë kësaj periudhe, por shoh fillime të reja, flerte, kontrata të rëndësishme për një pjesë tjetër, ose ju mund të bëni të komunikoni edhe në lidhje me situata të ndryshme, duke i kushtuar më shumë vëmendje situatave që ju keni, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, por edhe me situata të ndryshme që ju keni.
por e gjitha kjo do bëhet përmes diskutimeve. Ndërkohë, mund të keni një fillim të ri në punë. Ju jeni duke diskutuar në lidhje me një kontratë, me një punë të re, ose ju jeni duke diskutuar në lidhje me ose mund të keni horizonte të reja, ide të reja gjatë kësaj periudhe, dhe ju shoh që do jeni dhe në udhtime, sepse jemi tek kalorësi i kupave, mund të jenë udhtime të shkurtra ose të gjata, ose mund të jenë udhtime që ju gjatë këtij udhtimi mund të jeni duke flertuar edhe me dikë. Por mund të jenë udhtime të shkurtra, mund të jenë udhtime jashtë shtetit, ose udhtime nga një qytet në qytetin tjetër. Gjithsesi unë shoh që ju gjeni forcën, rilindni për të bërë fillime të reja, për të hyrë në kontrata të reja, për të mbyllur situata të vështira dhe për të hyrë në gjëra të reja në jetën tuaj. Por gjitha këto do bëjnë nëpërmjet diskutimeve. Dhe vazhdojmë, shohim çfarë na sjell nënda e shkopimve. Dhe na sjell nëndën e kupave, është shumë bukur. Por na sjell edhe katrën e shkopimve, energji zjari, energji uji, energji zjari përsëri. Dhe shenjat e zjarit janë shenja e dashit, shenja e luanit dhe shenja e shigjetarit. Gjithsesi është e përgjithshme, ju mund t'i merrni të gjitha shenjat e horoskopit këto, këtë lexim. Unë ju shoh që ju do t'i lini problemet mbrapa, do t'regojni më të kujdesshëm, ju shoh që do keni shumë emocione në lidhje me një takim. Është një takim që do t'ju japë entuziazëm, do ndjeni shumë mirë me këtë person, por mund të jetë edhe, kjo mund të ketë lidhje edhe me familjen tuaj, ku ju do arrini të stabilizoni situata të ndryshme që kanë lidhje dhe me një pronë, ose me një zhvendosje, me një shtëpi, mund të kenë lidhje me reklama, me internetin, me marketingun, me suksese të tjera që ju keni bërë përpjekjet deri në këtë moment për të stabilizuar situatat që ju mund të keni. Kjo ka lidhje dhe me karrierën, dhe me punën, dhe me studimet, me situata të ndryshme. Ju do harrini t'i stabilizoni, sepse ju shoh që çliroheni nga një lodhje gjatë, por ndërkohë ju shoh që do t'regoni shumë të kujdesshëm, ndoshta në ndërtimin e komunikimit për të stabilizuar situata që ju mund të keni. Dhe flasim si në lidhje me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet, në punën tuaj, në familje, në shtëpinë tuaj, me fëmijët tuaj, por dhe gjithçka tjetër. Atëherë, vazhdojmë, përsëri kemi energjinë e shenjës së luanit këtu, energjia e forcës, dhe kemi energjia ajri. Energjia ajri që janë shenja e binjakëve, ku është dhe hëna e plot, shenja e peshores dhe shenja e ujorit. Dhe kemi përsëri energjinë e shenjës së luanit dhe të karocës. Është një energji shumë e force dhe energji që ju do keni gjatë kësaj hëne të plot, ndoshta për të mbyllur situata të ndryshme që mund të keni pasur. Dhe shoh që do t'regojni pak të nxituar në lidhje me një komunikim, duhet të t'regojni të kujdesshëm, ose ju mund të t'regojni të nxituar, të vrullshëm për të mbyllur dhe për të zgjidhur çështje dhe situata nga e kaluara. Për shembull, te shenja e demit kemi situata që mund të kenë lidhje më tepër me anën financiare që ju dëshironi të mbyllni, dhe ose në lidhje për të vënë një rregull në lidhje me financat tuaja. Atëherë, unë ju shoh që duhet keni kujdes sepse tregojeni pak të nxituar, pak të vrullshëm në lidhje me këtë gjë. Gjithsesi unë shoh që ju do harrini të jepni drejtim situatave që keni, si situatave në lidhje me dashurinë, me emocionet tuaja, duke gjetur forcën brenda vetes dhe duke pasur një energji të jashtëzakonshme për ta bërë këtë, dhe për t'i dhënë drejtim emocioneve, ose në rastin tjetër ju mund të jepni drejtim vetes tuaj disa tensioneve ose situatave të vështira që ju keni kaluar, dhe për t'i parë këto, për t'i çuar në drejtimin e duhur. Ose gjëra që ju kanë shqetësuar, një zemërim, një bllokim, sepse këtu jemi te energjia e shenjave të ajrit, dhe me këtë hënë të plot, do me thënë ju do dëshironi në mënyrën më të shpejtë të jepni drejtim situatave duke përdorur, thjesht duhet të tregoni të kujdesshëm sepse ju shoh shumë të nxituar në fjalët që do thoni.
Dhe kjo hënë e plot ka lidhje me komunikimin. Mundohuni të keni një komunikim sa më të mirë për t'i dhënë drejtim situatave. Dhe dilni nga ky nxitim që ose nga zemërimi që mund të keni ose situata të ndryshme që ju mund të keni. Për të korrigjuar situata të ndryshme që keni, si në lidhje me dashurinë, me punën nga ana ekonomike, në lidhje me shtëpinë, me familjen, sepse jemi dhe te energji e karrocës, e rëndësishme është që ju gjeni forcën për t'i dhënë drejtim çfarëdo lloj situate që ju mund të keni. Thjesht tregoni të kujdesshëm. Dhe unë marrë dhe një pako tjetër letrash për të parë. Dhe këtu kemi energjitë shenjave të zjarit, të ujit dhe të ujit përsëri. Gjithsesi ju shoh ju i vendosni qëllime vetes në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Në lidhje me dashurinë ju shoh keni shumë pasion dhe i vendosni qëllime vetes në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Por në rastin tjetër mund të ketë të bëjë dhe me çështje të ndryshme psikologjike për një pjesë prej jush, me çështje shëndetësore, ku ju i vendosni qëllime vetes si çoni përpara, me shtëpinë tuaj, por edhe me situata të ndryshme të vendi punës, me zakone të këqija që ju mund të keni, sepse ju shoh që i vendosni qëllime vetes për t'i mbyllur situatat e kaluara dhe për të bërë fillime të reja, dhe për këtë i vendosni qëllime vetes. Në lidhje me një punë, në lidhje me dashurinë, në lidhje me një shtëpi, me familjen, me situata marrëdhënie toksike ose lidhje nga e kaluara, dhe kjo ka lidhje me çfarëdo lloj situate që ju mund të keni pasur. Dhe unë shoh një çlirim shpirtëror. Ju do ndjeni mirë mbasi t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me situata të ndryshme. Dhe shoh që një pjesë prej jush mund të keni dhe një person që dëshiron të vi drejt jush. Një person që ka shumë emocione, ju do ndjeni shumë mirë, ndërsa për pjesën tjetër në lidhje me familjen, me shtëpinë, me fëmijët tuaj, me punën tuaj, me karrierën, me anën shëndetësore, por dhe me studime të ndryshme që ju do keni. Dhe shohim në vazhdimsi, dhe dolën 2 letra, ju shoh me vendime. Bini të trishtuar në lidhje me marrjen e një vendimi. Ju i vendosni qëllime vetes, por shoh që dëshironi të merrni një vendim, por është një vendim që ju me një çështje ose situatë që ju bini akoma të trishtuar dhe jeni përqendruar në këtë lloj trishtimi. Dhe nuk shikoni mundësinë që ju jepet nga universi dhe ju thot, merrni një vendim. Për një pjesë prej jush mund të jetë me një person që jeni në distancim. Një person që mund të jeni në distancë. Flasim distancim emocional. Mund të jetë një person në distancë, ose kjo mund të ketë lidhje me planet tuaja të ndryshme që keni për të ardhmen tuaj, dhe duhet të merrni një vendim, sepse karta e gjykimit ju thret, merrni një vendim në lidhje me situata të ndryshme që ju mund të keni, me qëllimet tuaja, sepse ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja. Por gjithsesi është një situatë, mund të jetë dhe një situatë frike ku ju nuk merrni vendim. Por është momenti për të marrë një vendim, për t'i dhënë drejtim çfarëdo lloj situate, në shtëpi, në familje, në lidhje me shëndetin, në lidhje me studimet tuaja, në rastin tjetër. Këtu kemi energjitë shenjave të ujit, por edhe të ajrit, dhe për disa të tjerë kjo ka lidhje edhe me punën tuaj ose situata të ndryshme që ju mund të keni qenë të bllokuar. Dhe vim te energjia ujit, te nënda e kupave. Kemi përsëri energji ajri të nxituar këtu. Unë ju shoh energji uji, energji ajri, energji zjari. Shoh që keni shumë emocione, por tregojeni të nxituar në lidhje me një komunikim. Dhe është një komunikim nëpërmjet rrjeteve sociale. Këtë komunikim mund ta keni në lidhje me një person që ju jeni në njohje ose në lidhje,
mund të jetë në lidhje me punën, mund të jetë në lidhje me studimet tuaja, në lidhje me pritjen e një lajmi dhe ju tregoni shumë të nxituar në lidhje me këtë, mund të thoni dhe fjalë që nuk duhet i thoni, ndërsa për pjesën tjetër kjo mund të ketë lidhje me mediat sociale për një pjesë prej jush. Për disa të tjerë mund të keni dhe reagime të forta emocionale ju shoh. Ose mund të ketë edhe keqkuptime në rrjetet sociale që mund të përdorni ose në një komunikim që bëni nëpërmjet rrjeteve sociale, dhe kjo nuk do të thotë vetëm në rrjetet sociale, kjo mund të ketë lidhje me emaile, që ju mund të komunikoni në lidhje me punën tuaj, thjesht tregoni të kujdesshëm dhe mos tregoni të nxituar në lidhje me gjithçka. Gjithsesi, unë ju shoh që do merrni lajme të mira, do veproni shumë shpejt, do keni dhe udhëtime, por mund të tregoni të nxituar edhe në lidhje me udhëtimet, sepse shoh që do tregoni emocionale, edhe pse është një hënë e plot që nuk duhet të përdoren shumë emocionet, po më tepër logjika. Një pjesë prej jush i shoh që do jeni emocional dhe do shprehni dhe fjalë duke mos i menduar, ndoshta ose nuk e di që ka lidhje më tepër me internetin, sepse jemi te teta e shkopimve. Atëherë, vazhdojmë me mbretëreshën e kupave, që përfaqësohet shenja e gafores, shenja e akrepit, shenja e peshqve. Dhe kemi mbretëreshën, perandoreshën, dhe këtu kemi energjinë e shenjës së demit, shenjës së peshores, por edhe shenjës së shijetarit. Shoh nuk e di, një fillim i ri shumë i bukur, nuk e di pavarësisht ndikimit që ka hënë e plot, por jo të gjithë do ndikoj shumë, sepse më tepër do ndikoj fuqishëm te shenjat që sipër përmendëm, te shenjat e lëvizshme, por për një pjesë prej unë shoh që është një fillim i ri shumë i bukur. Kemi mbretin dhe mbretëreshën e ujit këtu, dhe kemi dhe perandoreshën. Një fillim që do marrë zhvillime të mira, një dashuriere, një miqësiere, një udhëtim që mund të jetë një udhëtim që vërtet do t'ju sjellë një fillim që do marrë zhvillime të mira, një fillim i ri ekonomik që do t'ju sjellë zhvillime të mira. Gjatë kësaj periudhe mund të jetë një bashkëpunim, mund të jetë në lidhje me studimet tuaja, në lidhje me një shtatzani për pjesën tjetër, shoh lajme të mira, gëzim, hare, por shoh edhe shumë dashuri. Nuk e di, një dashuri e fortë, sepse shoh dy energji që janë të njëjta, mendojnë, veprojnë njësoj, dhe unë shoh fillimin e një dashurie të re, gjithsesi, për një pjesë prej jush, ndërsa për pjesën tjetër, nëpërmjet këtij komunikimi, edhe pse mund të tregojeni pak të nxituar, unë shoh që ju do harrini të çliroheni për të bërë një fillim të ri në punën tuaj, nga ana ekonomike, ose në lidhje me studimet tuaja, për një pjesë tjetër, me reputacionin tuaj, me anën tuaj profesionale, me imazhin që ju keni, ose në familje, në shtëpi, varet si ndiheni ju, por unë shoh që do ketë fillime që do marrin zhvillime shumë të mira, lajme të mira, por shoh edhe ana ekonomike do marrë një zhvillim shumë të mirë për një pjesë prej jush. Dhe vazhdojmë përfundimi, nxjerrim dhe dolën 3 letra, fati ju ndihmon. Atëherë shoh që po mendoni seriozisht në lidhje me gjithçka. Ju mendoni seriozisht në lidhje me një person, të keni një romancë, shoh këtu. Për pjesën tjetër, mund të dhe do harrini, sepse fati ju ndihmon, jemi te rrota e fatit. Kemi energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të zjarit, energjinë e shenjës së demit, shenja e akrepit, shenja e virgjëreshës dhe shenja e luanit. Gjithsesi, tham, janë të përfshira të gjitha shenjat e horoskopit. Unë shoh që do keni, po mendoni shumë në lidhje me një romancë. Fati do t'ju ndihmoj. Për pjesën tjetër, ju shoh që ju po mendoni shumë për anën ekonomike, do jeni në lëvizje, se si të pozicionoheni, si në lidhje me karrierën, me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Ju dëshironi të lini mbrapa të gjitha këto vështirësi që keni kaluar, sikur po pastroni atë energjinë tuaj, dhe shoh që gjithçka rreth jush do zbukurohet. Ju shoh në udhëtime me shumë pasion, mund të jenë udhëtime të shkurtra ose të gjata në lidhje me ju.
por është edhe një periudhë që do t'i bëni gjërat vërtet me pasion. Dhe fati do t'ju ndihmojë në lidhje me gjithçka. Si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, me qëllimet që i vendosni vetes, me komunikimet të ndryshme që ju do keni, me studime, me anën shëndetësore, por edhe në lidhje me situata dhe çështje të ndryshme që ju mund të keni. Dhe këtu përfshihen gjitha çështjet, mund të jenë çështje ligjore, sepse jemi te energjia e shpatave këtu. Do merrni vendime të rëndësishme gjatë kësaj periudhe, duke përmirësuar komunikimin, por unë shoh nuk e di kush prej jush do jetë në një komunikim shumë të nxituar. Duhet të tregoni të kujdesshëm gjatë kësaj periudhe. Atëherë, marrim një mesazh nga angjit dhe shohim se çfarë na thon. Çfarë mesazhi na japin? Dhe kemi mbretin e tokës. Ju thot, është një periudhë shumë e lumtur. Jepini besim mundësive që do t'ju jepen gjatë kësaj periudhe. Jepni besim në njohjet, në lidhjet, në marrëdhëniet tuaja, përdorni komunikimin e mirë, por edhe në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, sepse është një periudhë mundësish në lidhje me ju do jeni më praktik gjatë kësaj periudhe, por do harini të pozicionoheni. Ju do harini të pozicionoheni në lidhje me një njohje, në lidhjet ose marrëdhëniet tuaja në një rast, në karrierën tuaj, mund të pozicionojnë në një pozicion shumë të lartë, sepse jemi te mbreti i monedhave, ju të pozicionojnë nga ana ekonomike, por dhe në lidhje me situata të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, efektet e anës janë zgjasin, kështu që mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Videot e muajit dhjetor, sepse janë postuar gjitha shenjat e horoskopit. Atëherë ju uroj bazditë sa më të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.